Një term që po thuhet tash e disa muaj, mafia energjetike. Nuk kam folë ma herët për këtë se është aq pa lidhje, e aq e pa bazë, sa që nuk më është dukur e denjë që ta them. Fatkeqësisht nuk po ndalen disa duke e thënë, prandaj veç dua ta them thjesht qartë. Mafia energjetike Ballkan edhe mund të ekzistojë, e ta ketë selin në Beograd, por asnjë institucion i Republikës së Kosovës nuk ka asnjë raport ose kontakt ose lidhje me ta, as shoqëror, as biznesor, as kurfare. Është absurde që të kem nevojë ta them këtë duke qenë se ata që akuzojnë e flasin nuk kanë jo një fakt, po as një fije fakti për atë që thonë. Tashmë për mua është e qartë që në politik, e jo vetëm në politik, ka individ që janë të gatshëm që me çdo kusht, pa fije turpi e profesionalizmi, të shpërndajnë dezinformata për qëllime që veç ata mund t'i dinë. Unë tashmë e kam të qartë që prej tyre nuk mund të pritet të jenë korrekt, prandaj po ju los juve si përfaqësues të medjeve dhe qytetarëve të Republikës Kosovës që të mos i merrni të mirëqena të gjitha deklaratat që i dëgjoni e që i lexoni, por të referoheni informatave zyrtare nga institucionet dhe kompanitë përgjegjëse në lidhje me zhvillimet në sektorin e energjisë dhe jo vetëm. Nëse keni ndonjë pyetje për këto apo çështje të tjera,